di, dikush diçka më tha që Shqipëria udhëhiqet në bazë të horoskopit kinez. E kam dëgjuar dhe unë. Elaboronin pak mua atë pa informuarin. Tani thuhet që kryeministri, domethënë më përpara mendoja Edi Rama. Po. Thuhet që kryeministri më përpara mendoja se ishte më shumë tek fallxharët, kupton? Po. Se e shikoja shpesh në Fier kod. Po bisha. Mendoja se ikte më shpesh në fallxharë, se kështu ishte hapur nami në fakt, edhe para zgjedhjeve, sidomos ikte të njëra i linte shumë lek, shumë lek, nejse. Por fjalët e fundit, gojdhënat e fundit kanë vërtetuar. Më kanë thënë që Edi Rama është i fiksuar pas horoskopit kinez, saqë edhe flamurin e partisë që ai krijoi, flamurin. Ngjyrën e flamurit që ai krijoi ishte çka ke që shesh? Ngjyrën e flamurit. Është ngjyra dalluese e partisë, jo ngjyra e flamurit. Se e bën e flamurin e partisë si flamurin e vendit, po. Ngjyra Leila, po, që ai ka zgjedhur për partinë e tij Revis Qoku. Është bazuar tek kalendari kinez, kupton, tek horoskopi kinez, sepse ashtu i kishte thënë horoskopi, ashtu e vendosi. Atë vit Leilaja ishte ngjyra e atij viti, domethënë edhe të sillte fat. Po i paska bërë hapër, siç duket, sa i fitoi zgjedhjet me Leilan.